mua më dhem më shumë në këtë lloj situate është kur shoh besimtarët që kur vdes dikush nuk gjykohen sipas trashëgimisë islame. Rendin nëpër dyert e gjykatave bëhet zhurmë me njerëz domethënë cilët mundohen të përfitojnë nga ligji laik për interesat e tyre materiale personale. Tamam, siç e thot Zoti në Kur'an, e fe hukmel jahiliyeti yabghun. A mos vall i kënaq dhe i ngop ligji i ignorancës? Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun. Nuk ka ligj më të mirë dhe rregull më të mirë se sa ligji dhe rregulli i Zotit për ata që janë me të vërtetë besimtar. Dhe këtë ne e hasim, subhanallahu, në disa lloj situatash, siç është rasti i divorcit, siç është rasti i trashëgimisë, nuk vren besimtarja apo besimtarja fare se çfarë thot Zoti për këtë gjë. Po intereson si të fitoj materialisht, ndërkohë që i thu vetes besimtar. Dhe shqyr Zotit, ne jetojmë në një kohë që kjo gjë mund të zgjidhet edhe ligjërisht. Pra, ligji e parë shikon që nëse trashëgimtarët bin dakord për një skemë të caktuar për të ndarjen e trashëgimisë, ajo është e pranuar në gjykatë, ose me ndërmjetësim etj. Pra ka formë që le të themi ligji i Zotit të marrë trajt ligjore të certifikuar ligjërisht në gjykatat në vendin ku ne jetojmë, sipas ligjeve të shtetit, pa mund të certifikohet dhe ti edhe me Zotin je në rregull, edhe me ligjin je në rregull. Mirë po të përdorësh, domethënë, laicitetin për interesa personale dhe të hedhësh mas shpine ligjin e Zotit, kjo pastaj ka një handicap shumë të madh, ka diçka që këtu nuk shkon, domethënë. Pra nuk është pjesa jote. Dhe në ato raste që njerëzit përfitojnë plus ose përfitojnë minus, pra çfarë do të bëjë një musliman i cili ka marrë mbi normën e vet, ose në rastet kur ka marrë poshtë, pra duhet ta çoj hakun tek i Zoti. Nëse ti nëpërmjet, le të themi, ligjit jo të trashëgimisë islame ke fituar më shumë se ç'meriton, duhet ta çosh hakun tek i Zoti. Përndryshe ke marr zjarr nga zjarri i xhenemit, po ushqehesh me zjarr nga zjarri i xhenemit. Edhe pse e ke të ligjëruar me ligjin le të themi laik.